Pas një ndërprerjeje disa ditore të grevës së urisë dhe bojkotit të punës, naftëtarët e fushës naftëmbajtëse të Patos Marinzës ju janë rikthyer sërish protestave para kompanisë Bankers Petroleum. Me pankarta në duar dhe flamuj, ata kanë kërkuar plotësimin e kërkesave të tyre, dinjitetin e punojësve, të drejtat e mohuara dhe trajtim të drejtë të barabartë për çdo naftëtar. Kreu i sindikatës Dritan Shau ka pohuar se protesta vjen pas takimeve të zhvilluara me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimi e me përfaqësues të Inspektoriatit Shtetëror të Punës, ndërsa ka theksuar se deklaratat e deritanishme të kompanisë janë shoh për t'i hedhur hisyve opinionit publik. Kemi pas një takim me ministren e ekonomisë, gjithashtu një takim është zhvilluar dhe me drejtuesit e lartë të Inspektoratit të Punës në Tiranë, ku ne kemi ngritur të gjitha shqetësimet tona çfarë kemi konstatuar këtu, si përballë ministrisë ashtu edhe përballë inspektoriatit. Në është thënë nga ministria, nga ministrave dhe nga inspektoriati që do trajtohen të gjitha çështjet në prioritet brenda kornizave ligjore që parashikon ligji. Nesër jemi ftuar në një takim 3 palësh, ku pala shtet do jetë Ministria Inspektoratit të Punës dhe 2 palë të tjera që janë në konflikt me dhe shoqëria Bankers për të zhvilluar një diskutim 3 palësh me qëllim arritjen e një marrëveshje. Ne, siç kemi thënë gjithmonë, do të vazhdojmë kërkojmë atë që na takon. Ne shpresojmë që kompania të reagojë, ka thënë grevisti Dritan Rapushi, pasi në të kundërt nuk do të ndalemi me denoncime. Presim që kompania të ketë reflektuar edhe që të pasqyroj vërtet vlerat që ne kërkojmë, të ketë vlerësuar njerëzit edhe të ketë bërë një kthes në 180 gradë nga ajo çfarë ka ofruar deri tani. Ne presim që nesër të paraqitemi të gjithë dinjitoz, kompania nga njëra anë dhe ne nga ana tjetër. Ne këtu jemi për të rritur standardet. Kjo sindikat po kërkon të rrisi standardin e punëtorëve. Të gjithë i bëjmë thirrje të gjithë shqiptarëve të rrisin standardin e tyre. Nuk lihet më në dorë të çdo lloj biznesi të vendosi standardet e veta. Prandaj i bëjmë thirrje ministrisë, kompanive, të gjitha kompanive, jo vetëm bankersit dhe shqiptarëve të bashkohen kësaj proteste. Grevistët protestues kanë shfrytëzuar pushimin e drekës për t'u bashkuar tubimit të sotëm. Naftëtari Nikolina Lushaj ka pohuar se puna në fushë vijon normalisht, por meritokracia është një standard që duhet të vendoset. Ty ku punoj unë në degantim trajtimin e naftës, nuk ka vënë në një dukuri kështu jashtë normales, ka qenë puna normalisht. Çfarë po kërkojmë ne këtu? Dinjitet, pak, motivim, qëllim. Në mbështetje të protestuesve, aktivisti Ferdinand Shehaj ka pohuar se ka ardhur koha që të ngrem zërin fuqishëm, pasi edhe vetë politikanët kanë interesa në këtë kompani ndaj e kyçin gojen. Sot kam ardhur të mbështesësh naftëtar, kam ardhur të mbështesë drejtat e naftëtarëve nga një kompani fantazm që akoma nuk i kanë gjetur se kush janë drejtuesit të arrestojnë njerëz jo kryesorët, kurse ata që vërtet e kanë kompaninë janë atje në parlament, heqtin, pra mëkat edhe për këto politikanë të rinj që nuk i mbështesin, këta që pretendojnë se do rrisin mirëqenien ekonomike kur tu është nafta dihet që është mbi 50% buxheti i shtetit. Protesta është shoqëruar me thirrje turp t'ju vi, ndërsa e pranishme ka qenë edhe policia.